Shtëpia e futbollit është kompleksi sportiv më modern në Ballkanin Perëndimor, i cili prej vitit 2022 është kthyer në një nga qendrat më të rëndësishme sportive në Shqipëri. Pozicionuar pranë liçenit artificial të Tiranës, Shtëpia e futbollit shërben si qendra administrative dhe teknike e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku zhvillohen aktivitetet e federatës, trajnimet, mbledhjet dhe programet për zhvillimin e futbollit. E shtrirë në një sipërfaqe prej rreth 6 hektarësh, Tirana gëzon një kompleks modern me 3 fusha futbolli, 2 me bar natyral dhe 1 me bar artificial. Pjesë e kompleksit janë gjithashtu dhe qendra e fizioterapisë, zona spa dhe një palestër bashkëkohore. Së shpejti do të nisë dhe ndërtimi i një hoteli, i cili do të jetë në shërbim të botës së sportit, por dhe të komunitetit të Tiranës. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, Ilir Shulku, tregon rëndësinë dhe zhvillimin që ka sjellja e një investimi të tillë. Te ky kompleks ndodhen zyrat, ndodhen fushat e futbollit, ndodhet një mini stadium ku zhvillohen ndeshje stërvitje të gjithë ekipeve kombëtareve të moshave të djembe dhe vajzave dhe turne ndërkombëtar. Çka e bën këtë kompleks universal, ku këtu punohet edhe stërvitet. I gjithë investimi i shtëpisë futbollit, i fushave, i zyrave, i mini stadiumit, i dhomave të veshjes, i fushave të futbollit, gjitha ka shkuar pothuajse deri tashmë është mbi 15 milion euro. Është një investim goxha i rëndësishëm që i shërben këtyre pikave që ne thamë lart, ekipeve kombëtare, zyrave, turneve etj. Ledion Dini, administratori i Shtëpisë së Futbollit, zbulon më tepër për këtë qendër multifunksionale vendosur në zemër të kryeqytetit. Ndodhemi në shtëpinë e futbollit, një kompleks sportiv multifunksional, i cili është ndërtuar nga Federata e Futbollit, duke qenë se gjithmonë ka qenë nevoja për një kompleks të tillë dhe tashmë ky gjendet në zemër Tiranës. Shtëpinë e futbollit zhvillohen evente ndryshme sportiv dhe turnet ndryshëm, përfshirë këtu edhe stërvitjen e ekipit A dhe të gjithë ekipet e grup moshave deri tek më të vegjëlit. Krahas aktiviteteve të skuadrave profesionale, të cilat zhvillojnë turne dhe stërvitje apo ndeshje të ndryshme në shtëpinë e futbollit, kjo mund shfrytëzohet dhe nga publiku i gjerë për aktivitetet ndryshme sipas dëshirës. Skuadrat kombëtare, nga ekipi i parë deri te grup moshat më të vogla, kanë kushtet ideale për të përgatitur gjatë grumbullimeve, por fushat e Shtëpisë së Futbollit janë gjithashtu në shërbim të komunitetit, ekipeve të moshave dhe aktiviteteve të ndryshme sportive, duke e kthyer këtë hapësirë në një qendër multifunksionale. Kjo është fusha me bar natyral, e cila për momentin është duke rikonstruktuar. Kjo dhe fusha tjetër me bar natyral për arsye sepse kemi Euro 21 dhe fusha do të jetë në gjendje perfekte. Dhe për momentin këtu është mbyll bari nga më i miri që konsiderohet për lojtarët dhe për terrenet sportiv, që është bari Bermuda, i llojit Bermuda. Dhe kjo ka një sipërfaqe, domethënë është më e madhe se një fushë standarde, është një sipërfaqe 170 me 60, po themi një fushë gjys me terma popullor. Dhe për momentin është në procesin e mbjelljes së barit të ri. Është fusha ku jemi prezent tani me bar natyral, është fusha e re me bar natyral, kemi fushën artificiale dhe një mini aneks të fushës artificiale. Këtu ndodhemi në një nga tribunat e shtëpisë futbollit, e cila ka kapacitet prej 500 personash dhe i ka të gjitha mundësitë dhe kushtet dhe infrastrukturën për përballuar ndeshjet ndërkombëtare të UEFA-s për gjitha grup moshat. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme është depozicioni. Siç dihet ndodhet në një nga zonat më të mira të Tiranës, nga ana infrastrukturore, është kjo që ne tham. Këtu zhvillohen turne zyrtar ndërkombëtar të gjitha moshave. Punojnë rreth mbi 100 punonjës që vinë për ditë në zyrat e punës që punojnë. Janë 3 fusha futbolli, 3 fusha në të cilat do të zhvillohen aktivitete, stërvitje dhe aktivitete zyrtare. Kjo patjetër që e bën shumë të veçantë sepse një kompleks të tillë në rajon nuk ka. Jemi në eksperiencën time kam parë që kemi lëvizur në për federata tjera, Turqia ka një kompleks të tillë që e ka shumë të mirë, Bullgaria ka një kompleks të tillë shumë të mirë dhe vendet e tjera të rajonit janë, pothuajse kjo kompleksi jonë është, do thoja, më i miri, pa diskutim. Kompleksi është pajisur dhe me një sistem fotovoltaik, duke prodhuar energjinë që konsumohet në shtëpinë e futbollit. Krahas tribunave ndodhet dhe një nga sistemet fotovoltaik të shtëpisë futbollit, i cili mbulon, ka një kapacitet që mbulon të gjithë nevojat që ka shtëpia e futbollit për energji elektrike, duke mundësuar që ne të jemi zero me pagesat për energjinë elektrike.
Gjithashtu, ky është një nga investimet më të rëndësishme në shtëpinë e futbollit dhe për më tepër është dhe një investim ekologjik për ambientin. Qendra e fizioterapisë, e cila u shërben futbollistëve por dhe komunitetit, konsiderohet ndër më modernet në vend, fal stafit të specializuar dhe teknologjisë së avancuar që ofron. Këtu ndodhemi në klinikën e Kombëtares, një nga hallkat më të rëndësishme të zinxhirit të shërbimeve pranë shtëpisë futbollit. Klinika e Kombëtares ka tashmë 1 vit që funksionon dhe është me pajisjet më të reja dhe më bashkohore në lidhje me fizioterapinë. Gjithashtu ka 6 dhoma ku shërbehet paralelisht dhe ndërkohë ka dhe një palestër e cila është në shërbim të nevojave të pacientëve sipas trajtimit të kërkuar nga mjekët tanë. Klinika e Kombëtares përbëhet nga 15 fizioterapistë, të cilët janë më të kualifikuar në vendin tonë dhe gjithashtu kryejnë dhe trajnime, specializime jashtë vendit. Pjesë e kësaj qendre janë edhe palestra moderne si dhe zona spa, të cilat plotësojnë një sektor shumë të rëndësishëm për përgatitjen dhe rikuperimin e sportistëve. Tu jemi tek zona e spas, e cila ka 2 jacuzzi, një sauna, hamam. Pajisjet që ndodhen këtë spa janë investimet fjalës fundit të teknologjisë. Kjo zonë relaksi shërben për rikuperimin dhe shplodhjen e lojtarëve të cilët e përdorin këtë lloj ambienti. Për momentin, kjo është e shfrytzueshme vetëm për ekipet e gjitha grup moshave. Siç edhe mund ta shikoni, kushtet këtu janë fantastike dhe personalisht dyshoj që mund të ketë në rajon një qendër me kushte të tilla dhe me një nivel të tillë spaje. Pas meje ndodhet dhoma e kripës, salt room, e cila shërben për një rikuperim të shpejtë të lojtarëve, gjithashtu edhe për relaks. Dhoma pas meje për momentin është bosh. Shumë shpejt do të pajiset me pajisjen e krioterapisë, e cila është shërben për një rigjenerim qelizor dhe është fjala e fundit tek teknologjisë që vjen direkt nga Finlanda në shtëpinë e futbollit. Duhet theksuar që kjo pajisje është e para që hyn në Shqipëri me këtë lloj teknologjie dhe këtë lloj shërbimi. Tu ndodhemi tek palestra në shtëpinë e futbollit, që përveç se klinikës kombëtare si shërben si një pjesë për terapitë e riabilitimit, këtu vinë dhe sportistë të ndryshëm, të cilët stërviten me programin e tyre, të ndihmuar nga një staf i dedikuar i kësaj palestre. Gjithashtu, pajisjet dhe veglat e kësaj janë Technogym, që janë veglat nga më të mirat për palestra, dhe sipërfaqja, siç edhe duket, është e bollshme për këtë lloj stërvitjesh. Godina administrative e FSHF-s është zemra e kompleksit dhe përdoret për drejtimin e gjithë futbollit shqiptar. Një godinë me 4 kate dhe një nivel 9 toksor, aty ku ndodhen zyra e presidentit, zyra e sekretarit të përgjithshëm, sallat e mbledhjeve për komitetin ekzekutiv dhe komisionet e FSHF-s, sallat e konferencave, ambientet për aktivitetet mediatike, si dhe hapësira ku zhvillohen kurset për trajner dhe arbitra. Kjo i ka dhënë një imazh tjetër, ne kemi zhvilluar shumë aktivitete sportive këtu dhe seminare të ndryshme, kanë marrë pjesë pothuajse drejtuesit më të lartë të FIFA-s dhe të UEFA-s, të gjithë presidentët e federatave tjera dhe realisht kanë qenë shumë të impresionuar nga vendi, pozicioni dhe mënyra se si është i ndërtuar ky kompleks që përmbledh pothuajse të gjitha gjërat që në thamë lart. Në zemër të shtëpisë futbollit ndodhet godina e zyrave administrative të Federatës Shqiptare të Futbollit. Një godinë 4 kaçe, e cila ka në përbërjen e saj të gjitha detyrit teknike dhe detyrit zinxhir të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndodhet magazina e Federatës Shqiptare të Futbollit, gjithashtu zyra e presidentit, zyra e sekretarit përgjithshëm. Kemi dhe një sallë konference, e cila shërben për kurset e ndryshme, për konferenca, për mbledhje, për intervistat e trajnerëve. Në këtë godinë janë diku mbi 100 persona të punësuar të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe të shtëpisë futbollit. Infrastruktura është një nga sektorët ku Federata Shqiptare e Futbollit ka investuar më shumë gjatë viteve të fundit. Në muajt e ardhshëm, kompleksit më të madh sportiv në vend do t'i shtohet dhe një hotel modern, i cili do të mirëpresë ekipet kombëtare të Shqipërisë, por dhe skuadrat e huaja, të cilat do të zhvillojnë aktivitetet ndërkombëtare në vendin tonë. Gjatë periudhave pa aktivitet sportiv, hoteli do të jetë i aksesueshëm për të gjithë. Vendimit e komitetit ekzekutiv tani para pak kohësh është miratuar që në këtë kompleks do të ndërtohet dhe një hotel me kapacitet rreth 200 dhoma, ku të gjitha ekipet kombëtare nga ekipi A dhe të gjitha ekipet e tjera do të akomodohen këtu, do të jetë hotel që do të përmbushë të gjitha kushtet për tu akomoduar dhe për tu servitur, hotel me 5 yje. Pas meje, tek ambienti pas godinës zyrave, do të jetë vendi ku do ndërtohet hoteli në shtëpinë e futbollit. Një hotel prej 5 katesh dhe 2 kate 9 toksor për parkim. Hoteli do të shërbej për ekipet e gjithë moshave dhe për ekipet e huaja kur do vinë që të kenë evenimente sportiv tek ne. Gjithashtu, në momentin që nuk do të ketë evenimente të tilla sportive të cilat do të përballohen nga hoteli, do të jetë i hapur për komunitetin e gjerë si një hotel normal. Sot neve ekipet kombëtare, duke filluar nga ekipi A,
janë akomodohen në përvendet ndryshme. Ndërsa tashmë të gjitha ekipet, duke filluar nga ekipi A dhe të gjitha ekipet kombëtare dhe turnet që do të organizohen, do të jenë të akomoduara brenda këtij kompleksi, që është vendi në thash që është një vend fantastik, dhe do të ketë gjitha facilitetet përpos hoteli që do të jetë me 5 yje. Këtu është palestra, është fizioterapia, që tashmë është kompletuar me të gjitha pajisjet e më të fundit që do të jenë në shërbim të lojtarëve, krioterapia që do të vi tani këto ditë është rrugës duke ardhur, që do të thotë është e kompletuar në gjitha funksionalitetet e saj. Qendra e Varit dhe ambientet e FSHFTV janë po ashtu pjesë e shtëpisë së futbollit, dy risi të viteve të fundit, të cilat e kanë kthyer këtë kompleks në një institucion gjithëpërfshirës në të gjitha dimensionet. Ndodhemi në ambientet e FSHFTV-s, një televizion i hapur pak muaj përpara, i cili shërben në zhvillimin dhe promovimin e futbollit shqiptar. FSHFTV ka një gran programacioni të gjerë, e cila përbëhet nga 2 programe sportiv të dedikuar futbollit shqiptar. Gjithashtu, gjatë javës, aty transmetohen dhe programe dhe dokumentar të cilët promovojnë futbollin si dhe figurat e tij. Gjithashtu, në FSHFTV vinë dhe gjitha ndeshjet e ekipive të vajzave, U21, U19, U17 dhe gjitha ekipet e tjera të moshave, përfshirë djemt dhe vajzat. Këtu ndodhim në qendrën e sistemit VAR, në shtëpinë e futbollit, e cila është përbërë nga 3 dhoma, të cilat asistojnë vendimet e gjyqtarëve në ndeshjet e superiores. Dhoma e VAR-it përbëhet nga 3 poste: operatori, arbitri kryesor i VAR-it dhe asistenti i tij. Siç edhe shihet, teknologjia që është brenda është e fjalës fundit. Sot, shtëpia e futbollit nuk është thjesht selia e Federatës Shqiptare të Futbollit, ajo është kthyer në një simbol të zhvillimit të sportit në vend, një qendër moderne e kundërthurë në infrastruktura, teknologjia dhe shërbimet në funksion të futbollit dhe komunitetit. Me investimet e realizuara dhe projektet që pritet të marrin jetë në të ardhmen, ky kompleks vazhdon të rritet dhe të konsolidojë pozicionin e tij si qendra më e rëndësishme sportive në vend, një hapësirë e ndërtuar për kampionet e sotëm dhe brezat e së nesërmes në zemër të Tiranës, shtëpia e futbollit, aty ku ndërtohet e ardhmja e futbollit shqiptar.